Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në Policinë e Shtetit paralajmëroi më 6 prill qytetarët të ishin të kujdesshëm ndaj mesazheve mashtruese që po qarkullojnë masivisht në Shqipëri nëpërmjet SMS-ve dhe që paraqiten si njoftime të postës shqiptare për pako postare të padorëzuara. Vetposta shqiptare reagoi lidhur me këto mesazhe me një deklaratë zyrtare ku shpreh se këto SMS nuk lidhen asnjë mënyrë me shërbimet zyrtare të postës. Posta shqiptare informon opinionin publik se ditët e fundit po qarkullojnë mesazhe mashtruese që përdori në mënyrë të palikshme emrin e institucionit ton me qëllim ashtrimin e qytetarëve dhe përfitimin e të dhënave të tyre personale apo bankare, shkruan njoftimi i postës shqiptare. Kjo nuk është hera e parë që institucioni i postës bëhet shënjestër e sulmeve dhe fushatave të tilla mashtruese me SMS të rreme, të cilat janë përsëritur disa herë gjatë viteve të fundit. Këto sulme njihen ndryshe me termin smishing dhe konsistojnë në tentativa që synojnë nëpërmjet mesazheve të formuluara si të besueshme, të peshkojnë qytetarët dhe të penetrojnë në të dhënat e tyre sensitive nëpërmjet linqeve të bashkangjitura në mesazh. Pasi qytetarët klikojnë në këto linqe, atyre u kërkohet të vendosin të dhënat e kartës bankare ose të dhënat e tyre personale. Sipas ekspertëve të sferës digjitale, zakonisht këto sulme janë dashakeqe dhe vijnë nga aktorë të paidentifikuar, të cilët kanë qëllime përfitimi financiar ose përvjedhjen e identitetit të dikujt. Rreziqet e këtyre sulmeve janë të shumta, si humbje financiare për viktimën, vjedhje të dhënave dhe identitetit, komprometimi llogarive personale dhe në disa raste, instalim malware apo viruse në pajisjen e viktimës. Targetimi i shpeshtë i institucionit të postës për këtyre sulmeve vjen për shkak të natyrës dhe rolit të saj në komunikim të vazhdueshëm dhe gamës së gjerë të shërbimeve që i ofron qytetarëve. Kjo bën që probabiliteti që dikush të presë një pako të jetë më i lartë dhe ta bëjë më të besueshëm mesazhin. Posta ndërkohë përpunon një numër të madh të dhënash personale duke rritur kështu rrethin e viktimave potenciale. Suksesi i këtyre sulmeve përcaktohet gjithashtu në masë të madhe edhe nga analfabetizmi digital i popullatës, pasi një pjesë e madhe e qytetarëve nuk kanë informacionin e duhur rreth tyre.